miqtë Prizmës. Tema që duhet trajtoj tani është shoqëria e cila sigurisht është frikacake, turpsisht e përulur përpara diktaturës dhe turpsisht arrogante, folklorike, si të them tash katunareske, pa kulturë ose e kulturuar keq, trime e pashoqe në thojza me demokracinë, me lirinë. Tipikisht kjo lloj shoqërie është kudo në botë, po dhe e përhapur në çdo vend të botës. Jetë shtetet ndryshme, vendet ndryshme, kombet ndryshme nuk kanë të karakteristikë. Karakteristika kryesore e jona është pikërisht kjo. Kanë marrë vendim këto ditët e fundit përmbi policia, kryeministri, ministri i brendshëm, për të larguar policët nga rruga, për t'i dhënë një liri të tillë shfrytëzimit të rrugës edhe të si them tash, të efektit turizëm, për të mos me parë në çdo moment polici vjen edhe gjoba sipas tyre. Dhe normalisht është edhe një kërkesë, na mytën policë, na kërkojnë gjoba. Bukuri. I kanë hequr, ndërkohë që do kontrollojnë me drone, me kamera, me element tillë, pikërisht trafikun. Çfarë ka ndodhur ke kjo lloj shoqërie? Ke një pjesë e madhe e shoqërisë. Jo ke të gjithë. Por ne e kemi me dëndësi atë që ju shpjegova më përpara. Atë shoqëri arrogante me liri, me demokracinë. Dhe frikacake të përulur, shërptore, servile me diktaturë. Ka ndodhur që tash nuk duan të dinë më as për senjeristik, as për shpejtësitë, as për parakalimet, as për semafor. Dalë, sidomos kjo punë në Shkodër. Shkodra është efekti më i keq i mundshëm. Më i keq i mundshëm në Shqipëri. Ato fjalët e Shkodrës, djepi kulturës janë bërë kaq të banale, kaq të shëmtuara, sa kur i dëgjojmë vjen për të vjedhë. Shkodra jo vetëm që nuk është më, as djep kulture, por nuk është as pjesë kulturore e Shqipërisë, është më keq se gjithë qytetet e tjera. Shkodra, sidomos tani që rrugullohet, që i shtrohen më tepër rrugë, që rrugullohen parqet, që vendoset sinjalistika, që si ka pasur kush, refuzon një pjesë e madhe, jo gjithë Shkodra, jo gjithë qytetarët e Shkodrës. Po një pjesë e madhe e cila sigurisht është mësuar ta propagandoj pikërisht thyrjen e ligjit si liri, si antikomunizëm, si një, çfarë t'ju them tash, si një diçka që e kanë fituar dhe tash nuk e duan ta lëshojnë më. Rregullin, disiplinën, urbanitetin e refuzojnë në mënyrë katastrofike. Sa dalë nga shtëpia shoh thyrjet e semaforit, jo vetëm nga shoferët janë klasë tretë. Është në rend tretë. Sot për shembull po shikoja shoferët, ato po thyenin, por semaforët thyen kryesisht nga moshat, nga trit dhe to shkollareskët e vegjël në përgjithësi, folklorikët që zbresin nga malet edhe nga fushat edhe nga, nuk e di, hypin nga fushat e zbresin nga malet, qarkullojnë nëpër Shkodër se nuk e di, duan dalën, bëjnë xhiro. Është e drejtë atyre kanë fituar me lirinë, por nuk duan t'ia dinë për këtë punë, sepse janë mësuar aty në katë punë tyne, janë mësuar në fshatin e tyre, rrugicën e tyre, në gardën e tyre, që po të shkosh të prekës të vrasin. Natyrisht jeni duke parë një nga ekspozitat e bukura që janë në Shkodër dhe që është ajo e Arben Golemit. Janë vepra arti të mëdha, të shkëlqyera, dhe unë po mbaj këtë diskursin. Nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetër, shikoni sa është këtu. Nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetër, po gjithë të fjalë me kaq peshë të madhe, akuze shoqërore, gati bjen një kontrast jashtëzakonshëm me ato që duken si palma, po është urbanitet në fakt. Me këto super vepra të mëdha. Pra sa dola, pash që thyet semafori nga makinat. Thyet nga ata që i ngasin makinat, pastaj thyet nga njerëzit. Thyet nga ata me bicikletë, thyet nga ata me motocikletë. Sepse sigurisht kështu janë mësuar. Edhe sikur t'ju thuash
si kur t'ju thuash, që shiko, ne po e heqim policin, sepse ai bën figurë të keqe aty. Dhe se keni thënë ju, polici vën gjoba. Me të vërtet, polici nuk vën gjoba aq kollaj, në ditë të sotme, kur ti nuk je. Ai vën gjobë kur ti je. Edhe kjo është e keqja e një shoqërie që gënjen. Se përveç se është anti-urbane, anti-qytetëruse, kjo shoqëri është edhe gënjeshtare, është rrethsake. Thjesht gënjejnë. Ka pa tjetër policë ata që janë edhe në rrugë edhe që ecin, edhe që bëjnë po të njëjtat gjëra që po shpjegoj deri tani unë, bëhen edhe policë. Por nuk është ky problemi. Problemi është se nuk vënë mend për këtë punë, as nuk duan që të vënë mend. As që e kanë dëshirën për të zbatuar në një ligj. Heqja e policëve nga trafiku sigurisht është një mendim që shkon drejt të mirës, por duhet shoqëruar me masa drastike. Drastike, jo thjesht për gjobën, se sa për kontrollin e jashtëzakonshëm. Sepse sigurisht është rritur numri i aksidenteve, sigurisht është rritur thyerja në mënyrë tragjike e rregullave në qarkullim. Sepse po e përsëris për të tretën herë, jemi shoqëria frikacake ndaj diktaturës. Super frikacake. Të gjithë shoqëritë në Ballkan janë më të rime se sa shoqëria e shqiptarëve folklorik, të pasmbetur në kulturë, sidomos kjo Shkodrania sot. Jashtëzakonisht frikacake, jashtëzakonisht intrigante dhe mashtruese përse i përket edhe asaj gënjeshtre të madhe që thonë Shkodra e kulturës. Shkodra është fundi i Shqipërisë sot, jo vetëm në kulturë, por në qytetërim në përgjithësi. Kështu kanë ardhur ditët për Shkodrën. Dhe për fat keq tonë në momentin që Shkodra ka tendencën për të rrugulluar në mënyrë urbane. Po kjo shoqëria është transformuar në mënyrë të jashtëzakonshme, është produkt shumë i keq, jashtëzakonisht i keq. Dhe jemi pikërisht harbutër me demokracinë, me lirinë. E transfigurojmë lirinë, e marrim edhe e zhubravisim, e nxjerrim trotuar, e trajtojmë si lavire, sepse jemi arrogant me demokracinë, frikacak edhe kriminal me diktaturën, kriminal të bindur të diktaturës. Vrasim njëri tjetrin, spionojmë njëri tjetrin, çojmë në burg njëri tjetrin, shërptor të qelbur të diktaturës. Dhe sigurisht pastaj trima me demokraci, me liri. Dakord, miqtë e mi?